Selamu alaikum, mirë se keni ardhur në eventin e radhës të Prishtina Talks. Ky është eventi jubilar i Prishtina Talks, eventi 50 në radhë. Sot kemi zgjedhur për këtë event jubilar me pas një mysafir të veçantë. Kemi nderin me pas të ftuar Hoxhën Rasim Haxha. Hoxha vjen prej Ferizajit, për ata që nuk kanë pas rast me njoft Hoxhën. Hoxha me dresin MS Malaudin e ka përfunduar në Prishtinë në vitin 2000. Më pas pranohet në Universitetin Islamik në Medinë, në Arabinë Saudite, ku edhe diplomon në Fakultetin e Shariatit në vitin 2006. Më pas studimet master i vazhdon në Universitetin e Kasimit në fikun komparativ dhe i përfundon ato me sukses në vitin 2015. Më pas vazhdon studimet e doktoratës në fikun komparativ pranë Universitetit të Kasimit me temën Shkolla Hanefite Indiane, themelimi veçori dhe përzgjedhje në dispozitat e fikut, ku edhe mbron me sukses temën në vitin 2021. Për momentin Hoxha punon si hatib në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj. Hoxhën sot e kemi me mbajt temën rreth teoria drejtësisë në Islam, kështu që pa ju marrë shumë kohë juve, Hoxh, fjala është për ju. Allah shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Salavatet, selamet, pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. E falenderojmë Allahun e lartësuar, falënderim të veçantë që na mundsoi këtë takim, që e lutem Allahun të jetë i bereqetshëm dhe të përfitojmë të gjithë prej tij. Unë gjatë përgatitjes së temës kam përfituar kohë, po inshallah dhe ju përfitoni. Sepse drejtësia nuk është lehtë me fol për to. Pastaj nuk është lehtë me bë temë për drejtësinë në kohën e padrejtësive. Sepse pothuajse çysh ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, vjen një kohë kur të drejtit nuk i besohet ndërsa atij mashtruesit i besohet. Është që sot me fol për drejtësinë, edhe atë drejtësi të cilën do ta shpalosim bashkërisht me lejen e Allahut të lartësuar, dikujt mund të më duk çka janë këto fjalë. Ku funksionon kjo? S'ka vend mund tokë. Përkundërzi ka vend. Edhe të gjetë vend, edhe ka me gjetë vend deri në ditën e gjykimit, sepse është drejtësi absolute. Mirë po, para se me hyjë tema, ose të çdo temë, është shumë e rëndësishme me i qitë disa pika, të cilat pastaj na i definojnë rrugën, ka me ecë edhe i qartësojnë më tepër elementet kryesore të temës. Mirë, nuk ka mundësi me fol për diçka pa e definu. Sepse sot mos definimi i gjërave ose lënia e mundësisë që secili që don me i qitë definicion ndonjë dukurie diçkafit ka bërë që me pas definicione të ndryshme, po se po, mirë po pastaj secili më interpretu gjanat sipas këndvështrimit të vet, edhe kur don me marrë ndonjë vendim, kur don me rrezu dikan, kur don me përkrah dikan, e përdor çat definicionin e vet ose bot kuptimin e vet. Sot është e njohur, ka qenë edhe më herët, mirë po sot është mos të madhe e njohur lufta me terme dhe terminologji. Për shembull, më thonë pa u dosh mos zgjeru shumë. Termi terrorizëm. Është dëgjohet prej termeve më shumë të që dëgjohet sot në mediat tona, qoftë shkruar, qoftë elektronike, qoftë aty sociale. Mirë, cili është definicioni i terrorizmit? Secili ka një definicion. Edhe në bazë të atij definicionit pastaj kur don me kap dikanin, kur don me rrezu dikanin, kur don me ngrit dikanin e përdur. Domosë se nuk ka definicion unifikues. Terrorizmi ose ekstremizmi islamik. Pastaj e kemi liria e shprehjes. A është gjithashtu që e dëgjojmë shumë në këtë kohë. Mirë. Çka është liria e shprehjes? Liria e shprehjes, fol çka dush ti për mua, fymi ndjenjat e mia, përkatësinë teme, qoftë kombëtare, qoftë fetare, mirë. Nëse unë e tham një fjalë kundër teje, që mundot me t'i prek ndjenjat e tua, ja këtu, domethënë
kufizohet liria e shprehjes, ndërsa aty të parë nuk kufizohet. Pse? Sepse nuk kanë vendos kufi të qartë edhe që pajtohen të gjithë studiuesit ose shumica e studiuesve që liria e shprehjes konsiderohet çka? Terrorizëm konsiderohet çka? Drejtat e femrës konsiderohet çka? Sot domthon sa luhet me termin drejtat e femrës. Mirë, drejtat e femrës në shumicën e vendeve prej cilave burojnë këto nisma dhe iniciativa që me i mbrojt drejtat e femrës, pikërisht aty shkilen drejtat e femrës. Mirë, po ai i ka dhënë një kuptim tjetër drejtave të femrës dhe ty të soluan me to pastaj. Për shembull në vendet e zhvilluara, në vendet demokratike, në të njëjtën punë, kjo është e njoftun për juve, në njëjtën punë që e kryejnë mashkulli dhe femra nuk i kanë rrogën e njëjtë. Për arsye se kapaciteti i mashkullit edhe perfeksionimi i punës nga mashkulli është ndryshe nga femra. Mirë, si janë këtu drejtat e grasë? Ja, mirë. Kur vjen rani me vendos një femër muslimane mbulesën, këto pastaj preken drejtat e femrës. Pse? Sepse po imponohet që nuk e din çka është ato. Mirë, nëse i vjen rani një vajzë kësaj moshe me mush trupin me tatuje ta zon. Ose me ndru gjinin, ose me bë diçka tjetër, këtu është e drejtë e saj. Që do thotë se luhet me terme, edhe me terminologji dhe me definicione luhet sot shumë. Edhe kjo ka qenë edhe herët, që shtash në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë kjo tentativë që me lujt me shprehje dhe me definicione, ndërsa sot luhet shumë. E mirë, o zgjanum si shumë, po cili është definicioni i drejtësisë? Po çka është drejtësia? Sepse dikush bën invazion, domthonë një shtet bën invazion me një shtet tjetër, vret gra, fëmijë, pleq, vret pafajshëm, e imponon pushtetin ose formën e pushtetit të vet, edhe thot kjo drejtësia, për arsye se kanë patëm rrezik për tyne. A është drejtësi kjo apo nuk është drejtësi? E kështu që shumë është e rëndësishme me i vendos definicion çka drejtësi se çka është drejtësia. Çfarë nuk kuptojmë drejtësi? Pastaj vazhdojmë. Edhe mundemi, nëse pajtohemi të definicioni, pastaj e dim a drejtësia është pa drejtësi. Drejtësia në terminologjinë arabe, me fjalën adel që përdoret, e ka kuptimin ekuilibër ose baraspeshim. Kur thuhet gjustësisht, kur përdoret si shprehje drejtësia, el adel e ka për qëllim që është i balancuar, i baraspeshum, i ekuilibrum, edhe ka ekuilibër atë. Nëse kthehemi tash edhe definojmë sipas Islamit se çka është drejtësia, sepse na jemi duke folur për teorinë e drejtësisë në Islam. Çka është drejtësia në Islam? Që do të thotë se na duhet me i vendos do vija, do kufi që çka del jashtë këtyre është padrejtësi. Sepse e kundërta e drejtësisë është padrejtësia, tash ja ka drejtësi, ja ka padrejtësi. Ma nuk ka mundësi të dyjat me ekzistu në një vend. Ka mundësi, domethënë pjesërishme. Për shembull në disa sektorë ose në disa rrafshe me pas drejtësi, në disa padrejtësi. Mirë, po për të njëjtën gjë, me pas edhe drejtësi dhe padrejtësi s'ka mundësi. Për shembull, ndarja e trashëgimisë që shbohet sipas Islamit. Tash hise që i jepet njëri prej trashëgimtarëve. Ja është drejtësia, ja duhet më thon drejtësia pa drejtësi. S'ka mundësi të njëjtën kohë me qenë edhe e drejtë, edhe e pa drejtë. Kështu që pa zgjat shumë drejtësia në Islam, e përmend dietarët thonë është vendosja e gjërave ashtu siç ka kërkuar Allahu, ose aty ku ka kërkuar Allahu. Çdo gjë që e vendosim, çaty ku ka lyp Allahu për neve me vendos, çka është drejtësia. Përndryshe, jashtë kësaj mbetet gjithçka jo pa drejtësi ose e pa drejt, më thonë kur i vendosim gjërat jo në atë vend ku ka thonë Allahu i lartësuar. Shembull thjesht. Allahu e përmend se mosha madhore është kur hin vajza ose djalin pubertetet. Mirë. Edhe çka është drejtësia e Allahut, sepse prej këtij momenti fillon me ndryshu edhe ana fizike, edhe ana psiqike, edhe të mendumit te ky fëmijë. Mirë. Vjen tash dikush thotë jo, domethënë mosha madhore konsiderohet 16 ose 18 vjet. Edhe pse ka prej dietarëve islam që e kanë përmend se mosha madhore, domethënë ai skoj i moshës madhore është 18 vjeç. Nëse nuk i paraqiten shenjat e moshës madhore, atëherë është 18 vjeç, që e kanë përmend dikush prej dietarëve. Mirë, po kryesorja, nëse një fëmijë, qoftë djalë, qoftë vajzë që hin moshën madhore, pubertetet, më herët se 18 vjet, edhe ne i themi jo, ti si në moshë madhore, hala derisa të mrish në moshën 18 vjeçare, atëherë kemi vendos këto në vendin ku s'ka thonë Allahu. Edhe normal që i kemi bë padrejtësi. Kemi bë padrejtësi ndaj Allahut, po i kemi bë padrejtësi edhe këtij personi. Pastaj karshi fjalës adl, drejtësi në Islam, në Kur'an edhe në hadithe, përdoret një fjalë tjetër që quhet qist.
Qist edhe ajo ka kuptimin e drejtësisë. Bile shumë prej gjuhëtorëve kur I shpjegojnë këto dy terma thonë janë sinonime njëra tjetrës edhe pse në Kur'an nuk ka sinonime. Kjo është rregull që Allahu nuk e përdor një shprehje me zaventësu një tjetër. Absolutisht. Edhe nëse kanë kuptim të parafort, edhe nëse kanë kuptim të ngjashëm. Allah e përdor një shprehje për diçka, një shprehje për diçka tjetër. Mirë, po ajo që kam ka bë për shtypje këtë fjala qist janë dy pika, nëse I moni men, janë si informacion I rëndësishëm këto të drejtësia. Fjala qist mos pari nuk është arabe. Mirë po është fjalë indo-evropiane. Dietarët arabi thënë romake, mirë po gjithçka që ka qenë jo islame që I ka përkos Evropës, pastaj pjesës Rusisë kështu me radhë, I kanë thonë romake. Kështu që edhe popujt e Ballkanit ju kanë thonë romak. Kjo fjalë në esencë është romake. Mirë po pastaj është arabizuar dhe I ka marrë trajtat e shpjegimit në arabisht edhe bëhet folje, bëhet paskajore, pastaj bëhet pjesore aktive, pjesore pasive, I ka marrë tëna trajtat e gjuhës arabe, mirë po rroja e saj është jo arabe. Ndërsa fjala adel është arabe. Pse Allah I ka përdorur këto të dyja? Kjo është pika e parë që Allahu po e përdor një fjalë edhe pse është arabe. Këtë arabët e morrin vesh, ama esenca e saj është jo arabe. Ndërsa pika e dytë me rëndësi këtu është se edhe fjala adel, edhe fjala qist gjatë hulemtimit I gjeta se të dyja janë të përmendura në Kur'an ka 27 herë. 27 aja 27 kjo. Tash 27 që s'po duhet me sjellun si në një farë zbulimi këtu, po domethënë të dyja të fjalë me të njëjtin numër përmendën në Kur'an. Pastaj njëna e rroja e saj është jo arabe, tjetra është arabe. Por mi tregu Allahu I lartësuar se çka drejtësi është për arabët dhe jo arabët. Jo vetëm për arabët. Domthon ajo propaganda që bëhet sot se lutjet arabe, ligjërimet arabe, shpjegimet arabe, gjitha arabe, neve nuk na duhet. Gjua e huje, mu lut në gjuhë të huj se Zoti I din gjitha gjuhët, edhe pse ai që e thot këtë fjalë nuk I ka problemin ai merr vesh, Allah se merr vesh, ai ka probleme me fen. Mirë po, mundohet me kamuflu përmes gjuhës. Kështu që sikur Allahu I lartësuar në esencë po do më thon njerëzve qore. Edhe pse domosdoshmë është fjalë arabizuar, mirë, po kjo fjalë në esencë është jo arabëve, që drejtësia edhe Islami, të cilën I cili e ka sjell drejtësinë absolute, është për arabët dhe jo arabët. 27 kjo, 27 herë është e përmendur me të gjitha derivatet e saj, sepse ka folje, pastaj ka folje në shomës, ka formën urdhërore, po të gjitha derivatet e fjalës drejtësi, adel edhe tjetrës fjalë qist, 27 me 27. On barabartë. Edhe këto drejtësi domthon për arabët dhe jo arabët. Mirë. E kuptum definicionin e drejtësisë se drejtësia në Islam do thotë me I vendos gjërat aty ku ka lyp Allahu me I vendos. Mirë, sipas këtij kuptimi tash, a ka drejtësi jashtë Islamit diku ajo? Mund të më ardhi dikush thonë që Evropa me drejtësi ka isë përpara. Ose pejgamberi alayhi salatu wasalam, shokët vet kur ka pamundsu qëndrimin me Mekë, ka thonë shkoni në Abisini, se aty është një mret që nuk bën pa drejtësi, domthonë është I drejtë. A ka drejtësi jashtë Islamit? Mundemi me thonë që ka drejtësi, po jo drejtësi absolute. Nuk I plotson gjitha kushtet e drejtësisë të cilat do t'i përmendim edhe kriteret e drejtësisë. Domthonë drejtësi jo gjithëpërfshirëse. Drejtësi mes njerëzve për shembull. Nuk I bëhet pa drejtësi, nuk I hahet haku kërkujt, nuk I shkelet e drejta kërkujt, nuk I mirret prona kërkujt. Nuk vritet kërkush pa të drejtë, nuk I vihet dhe kështu me radhë. Domthonë kjo është drejtësia mes njerëzve, edhe në sajët e kësaj pejgamberi alayhi salatu wasalam I thot shokët vet shkoni në Abisini, sepse çta që po ju torturojnë, po ju rrehin, do edhe po I vrasin pa të drejtë, këto nuk I gjani atje për arsye se nuk I bëhet njerit pa drejtë. Pastaj edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija e përmend një fjalë është shumë interesante, thot Allahu I lartësuar një pushtet I cili është I drejtë, ja zgjat jetën edhe nëse është pa besimtar. Ndërsa një pushtet I cili është zullumçar I pa drejtë, Allahu e rrezon atë pushtet edhe nëse është musliman, ai që është përgjegjës për këtë pushtet. Mirë, domthonë një pushtet jo musliman I drejtë. A pas ka drejtësi jashtë Islamit, ka drejtësi por relative. I cili mes njerëzve gjykon drejt, domosdoshmë sicilit janë drejtën e prunës, nuk I rrezikohet jeta, nuk I rrezikohet familja, nuk I rrezikohet deri, nuk I rrezikohet pruna, e ka drejtën e qasjes në mjekem, në shkollim, në gjitha këtu, në institucionet publike. Mirë, domosdoshmë kjo është një rrafshi drejtësisë, por ndryshe drejtësia është më e gjonjë se sa kjo. Në këtë kontekst kuptohet edhe porosia e pejgamberit alayhi salatu ose rekomandimi I tij sahabëve, shokët vet që shkonin në Abisini, se aty është një mret I cili nuk bën pa drejtësi.
Edhe kjo fjala e Ibn Taymiyes, një pushtet I cili gjykon me drejtësi mes njerëzve që janë në atë pushtet, Allahu ja zgjat jetën atij pushteti. Kështu domthon, kuptohet. Pastaj drejtësia në Islam, për me kuptu se pse, domethënë drejtësia jashtë Islamit nuk mundet të më quhet drejtësi e plot ose e kompletuar, është se drejtësia në Islam është tridimensionale. 3D. Atë domethënë ajo doja që është atë dimensionale, po që na po shtohet të neve. Qysh është tridimensionale? Të thon fillimisht ka drejtësi në Islam, na mëson me pas drejtësi me krijuesin tonë me Allahun. Unë sa dush mon drejtësi me njerëz kur si I drejt me Allahun. Po qysh I thuti faleminderit mjeku I cili e ka bë operacion nonën ose babën ton, edhe ja ka shpëtu veshkën, ta zon. Pa ju prish kret, ja ka hek gurë që ka pas, edhe I themi 10 herë faleminderes, pastaj ja qojmë një 4-5 herë dhurata, edhe e paguajmë kështu me radhë, ndërsa nuk I themi faleminderit Allahut të lartësuar I cili na I ka dhënë veshkat, edhe s'ka nevojë pas një ndërhyrje, ose na ka dhënë edhe shumë tjetër sen. E kështu që, domthon, fillimisht Islami e mëson njerin se çysh me qenë I drejtë me Allahun. Domthon me vlerësu Allahun, me ia dhënë hakun Allahut të lartësuar, se po s'ju dha haku Allahut, atëherë padrejsi është. Po nuk ju dha haku Allahut, atëherë është padrejsi. Kjo është dimensioni I parë. Edhe për ata Allahu në Kur'an shirkun çka ka thujt? Inna shirke la dhulmun adhim. Mund të më kon mushriku, ai që I ban shok Allahut, mund të më kon shumë I drejt, shumë I përpekt, bubrrecin, që thonë te na populli nuk e shkel me kam, si bën kujt padrejësia se lëndon kërkanas me fjalët. Mirë po, I bën shok Zotit. Kjo është padrejësia më e madhe. Mos ka drejtësi me Allahun e vet. Qysh e realizon këtë drejtësi përderisa është I dhujtar edhe krahas Allahut, edhe e adhuron dikan, edhe ja dedikon adhurimin, edhe përkushtimin, edhe ndjenjat, edhe lutjet diku që s'ka kur far merita për ato. Po s'është meritor. Çka lihet Allahu që është meritor, për gjitha këto, edhe I dedikohen diku që nuk është meritor, edhe kjo për ata është padrejsi, edhe për ata Allah e përmend fjalën e Luqmanit alayhi salam, I cili I thot djalit vet, ja bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. O birje mos I bash shok Zotit, se mi bash shok Zotit, mi bar tak Zotit është padrejtësia më e madhe. Sa dush realizat drejtësi tjetër ka. Ti jeti bë pa drejt Allahut. Edhe pse ke padrejtësi se dëmton kur gjallë Allahu na e dihet, mirë po jeti bë pa drejtësi Allahut. Pastaj dimensioni I dytë është drejtësia me njerëzit, me krijesat. Me njerëzit konkretisht. E këtu Allahu në sa ajete, domthonë ato 27 ajete që thash përmendet fjala adl, pastaj 27 tjera fjala qist, kur flesni t'jeni drejt, kur gjykoni t'jeni drejt, të flesni ta pranoni të drejtën edhe të vërtetën, edhe nëse është kundër juve, kundër familjeve t'juve, kështu me radhë ajetet e shumta. E kjo është ajo pjesa tjetër ose rrafshi tjetër që duhet me pas drejtësi me njerëz, edhe këtu mundet me zonë vend fjala e Ibn Taymiyes, Sheikhul Islamit, që thotë se Allahu një pushtet të drejt, ja zgjat jetën edhe nëse është pa besimtar, sepse drejtësia është bushti I pushtetit edhe I sundimit në tokë. Tek njerëzit është fjala. Mirë. Pastaj e kemi drejtësinë me krijesat e tjera. Të më thonë, Allahu I lartësuar krijesat I ka kriju për neve. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ka kriju gjithçka për juve në tokë. Mirë, a duhet me qenë drejt edhe me ta? Duhet me qenë drejt edhe me ta. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam I porosiste shokët e vet edhe në raste të luftës edhe betejave. Thëjke, nëse hyni, I thoshte atyne, nëse hyni në përfshatra, keni me gjetë bujshin. Mos I vresni, mos I shkatërroni të mbjellurat, mos I prejni pemët, mos I djegjni shtëpijat, mos. Kjo, çka drejtësia me krijesat e tjera edhe me ambientin përgjithësi. Është e njohur për gjithë juve, besoj, rasti I asaj gruas e cila hyn në xhehenem për shkak të keq trajtimit në mocës. Mon e pa drejt ndaj mocës, o kjo pa drejtësi, pastaj I hakmirët edhe e ban prej banorëve të xhehenemit. Mirë, pastaj drejtësia me njerëzit, sepse fjala drejtësi kur thuhet në Islam ose drejtësia e shariatit, zakonisht mendja I shkon njerëzve te gjykata, te gjyqësori e kështu me radhë. Mirë, po kjo është një pjesë e drejtësisë. Sepse këtu dohet drejtësia mes njerëzve, mirë, po njeriu duhet me qenë I drejtë edhe
para se me pas probleme me dikant, duhet me qenë i drejtë në raport me veten, në raport me bindjet që i ka, në raport me fjalët, me moralin, me sjelljen, po paraprakisht me Allahun që e përmendëm më herët. Ndërsa drejtësia me njerëzit i ka aplikohen 3 fusha kryesore, ose janë 3 faktorë që e aplikojnë drejtësinë me njerëzit. Para është udhëheci. Udhëheci suprem, ose udhëheci kryesor. Këtu hyn halifja, hyn sultani, hyn mreti, hyn kryetari, ai që ka kompetenca të plotfuqishme, që është më i pushtetshëm në një vend. Për ata pejgamberi alayhi salatu sallam, çka thot për ta? Kur i përmend 7 kategoritë e njerëzve që kanë me hyrë në hijen e Allahut, i pari cili është. As nuk është ai që ka bë namaz natën edhe ka agjëru ditën, po thot imami i drejtë. Udhëheci i drejtë. Për arsye se po nuk erë drejtësia pes noltit. Don prej ajo udhëhecia, si nëse e marrim si piramidë ose hierarki. Nëse prej noltit nuk buron ose nuk rrjedh drejtësi, çysh ka me pas këta poshtë drejtësi? Çysh ka me pas drejtësi? Nëse halifja që ka qenë të kalumën, sultani ose mbreti s'ka drejtësi, çysh kanë me pas drejtësi ministrat, çysh kanë me pas drejtësi zëvendës ministrat, pastaj drejtorët e sektoreve të ndryshme, të arsimit e kështu me radhë. S'ka mundsi. Për ata pejgamberi alayhi salatu sallam po e përgëzon udhëhecin e drejtë, prej cilit pritet edhe duhet me nda drejtësi, edhe thot se ai është i pari, dhe kategoria e parë që Allahu do t'i strehoj në hijen e arshit dhe ditën e gjykimit, ndërsa sa ka njerëzit nevojë për hija, s'kan ditën e gjykimit, kjo është temë vete, po gjithashtu është me rëndësi. Pastaj faktori tjetër janë nën udhëhecin suprem, janë çdo person të cilit i besohet përgjegjësia. Ta më shkarë në hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Secili i ngjan çobanit ose secili është kujdestar për kopën që ka. Gruaja në shtëpinë e burrit, prindi për fëmijët, pastaj shefi për punëtorët, drejtori për nënpunësit, mësuesi për nxënësat. Sa pa drejtësi që të bëhen në shkolla. Në vlerësimin e nxënësave, në vendosjen e notave, në pranimin e nxënësave, përjashtimin e tyre, mos përjashtimin e tyre, a kemi padrejtësi shumë? Kemi padrejtësi. Që do thotë se këtu për një personit që është dashur me buru drejtësia, buron padrejtësia. E ky është faktori i dytë sa i përket drejtësisë në rrafshin horizontal ose drejtësisë me njerëzit, që do të thotë se çdo nënpunës, çdo kush që ka përgjegjësi, kur gjë mos post përgjegjësi, janë burrë e grua, ka përgjegjësinë e gruas. Pastaj gruaja e ka përgjegjësinë e shtëpisë burrit. Pastaj nëse këta kanë fëmijë, nëse ka kompetenca pak më të larta, nëse është shef, nëse është drejtor, arsimtari gjithashtu, secili me atë pjesën e vet të përgjegjësisë që duhet me dha drejtësi. Mirë. Edhe e treti, elementi edhe faktori i tretë është gjykatësi. Këtu do më hanë zakonisht kur flitet për drejtësinë, këtu flitet. Sepse gjykatësi, fjala e tij është vendimtare. Pastaj gjykatësi, pse i thuhet gjykatës? Sepse gjykon mes 2 palëve ose gjykon mes 2 mendimeve të ndryshme. Vijnë 2 persona dhe të dytë për të njëjtën tokë thënë se është e jamja. Tash njëri duhet më dhon atë, s'ka mundësi më kanë 2. E përderisa puna e gjykatësit është shumë e rrezikshme, është e ndihshme, pastaj është e rrezikshme. Zakonisht drejtësia lidhet me gjykatësin. Edhe pikërisht për këto që ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, thotë gjykatësat janë 3. 3 lloje. 2 janë xhenem, 1 xhenet. Xhenet e dini, ai që e din drejtësinë dhe ndon drejtësi. Ndërsa ata që janë xhenem, ai që se din drejtësinë dhe mundohet me nda hasmërit mes njerëzve, ai ka më do pa drejt, për arsye se din drejtësinë ose e din drejtësinë, po s'ka vullnet me nda drejtësi. Këto hinë rishfeti, këto hinë javësia, këto hinë çdo kush. Sot që po i përjetojmë këtu. Që do të thotë se për me dal drejtësia, me rrjedh drejtësia prej gjykatave ose gjyqësorit ose gjyqtarit, duhet me ditë drejtësinë edhe duhet me pas vullnet për me implementu drejtësinë. Por ndryshe e din drejtësinë, s'ka vullnet, i shkel parimet e veta, i shkel parimet e drejtësisë, i shkel krejt. Edhe pastaj institucioni kryesor që duhet me nda drejtësi, ndon pa drejtësi. Edhe sot, në shumë vende
të botës me i pyeti njerëzit sa i besoni gjyqësorit, si institucion ose gjykatave, thonë në pjesë e madhe e tyre e që nuk kanë besim. Sepse nuk ka vullnet të një pjesë e madhe e këtyne, nuk ka vullnet me nda drejtësinë, nuk është që se dim. Mirë, por nuk ka vullnet me nda drejtësinë për arsye të shumta. Mirë, atëherë shkurtimisht po i vim edhe në çështje tjetër është më rëndësi, cilat janë veçoritë e drejtësisë në Islam. Thamë më herët që është gjithë përfshirëse. Nuk ka rafsh, nuk ka hapësirë, nuk ka drejtim që nuk e përmbush drejtësia e Islam. I drejtë me Allahun, i drejtë me pejgamberin pastaj sallallahu alaihi wasallam, sepse ka pa drejtësi edhe te pejgamberi, ka që nuk e vlerësojnë pejgamberin sa duhet, ose ka që e teprojnë vlerësimin e tij, ose të pejgamberëve të tjerë. I drejtë me pejgamberin, i drejtë me ligjin e Allahut, i drejtë me Kur'anin, i drejtë me njerëzit, i drejtë me kafshët, i drejtë me ambientin, me bimet, me gjithë. Që këto nuk e kanë, nuk e ka asnjë kushtetut tjetër pjesë të cilës është edhe drejtësia. Pastaj drejtësia e Islamit është hyjnore. Kur themi hyjnore, pse çka ka rëndësi këto hyjnore që është? Unë prej Allahut. Vjen prej Allahut interesat e të cilit nuk ndërlidhen dhe nuk gërshëtohen me të njerëzve. Çdo kushtetut tjetër, e cila pjesë e saj është drejtësia, ato e ka hartu dikush që patjetër se janë interferuar dhe interesat e tij. Qoftë shumë, dikon më shumë, dikon më pak, mirë, po s'ka mundësi, sepse njerëz jemi. Njerëz jemi. Edhe keni pa ato intervistat e njerëzve të rëndom zakonisht plaçë thotë ata në parlament po ja bojnë vetit të rrogat sa dojnë. Pse? Domthon për arsye se lidhet me interesin e tyre. Ndërsa Allahu i lartësuar interesi i tij nuk lidhet kur gjë me interesin e njerëzve. As nuk e friksohet, as nuk pret diçka prej tyre që më bë më të madh, as më bë më të pushtetshëm, as më bë më adapt, absolutisht. S'ka interes kur gjotë njerëzit. E para, e dyta, Allahu i lartësuar është ai i cili ka tregu interesim edhe kujdes të veçantë për njerin. E përderisa i ka bë këtu, atëherë edhe drejtësinë e ka vendosur në pika çështu të mira që i shërbejnë që ti interesit edhe kujdesit të madh që Allah e ka tregu për njerin. Pastaj drejtësia në Islam është vlerë me cilën njihet Islami, edhe thret Islamin ta. Edhe vazhdimisht sa herë flasun për Islamin, Islami është fe e drejtë, fe që e gjon veten çdo kush atë fe i cili nuk e nin veten as kush i fym, i lëndum, i rëndum, që i mirët e drejta për arsye se është fe e drejtësisë. Pastaj Allahu i lartësuar për të realizuar këtë drejtësi ka dërguar libra, pejgamber, fakte e shumë tjera. Vetëm që kjo drejtësi me funksionu të njerëzit. Edhe për ata Allah e përmend Kur'an thotë laqad arsalna rusulana bil bayinat. Ne kemi dërguar pejgamber me fakte. Domthon para se me zbrit dispozita dhe ligje pejgamberve, ne kemi sjell faktet se ajo është pejgamberi i Allahut. Mos mbenduni herë që e kemi në periudhën me kasët pejgamberit alayhi salatu wasalam, e vetmja dispozit që është ligjësuar në Mekë është namazi. Por ndryshe krejt ligjërimi e ajeteve të Mekës është qysh me i bind me kasit se kjo është pejgamber sallallahu alaihi wasallam. E kështu që Allah kemi dërguar pejgamber dhe fakte, mrekulli, mucize me ta që me i bind njerëzit se janë pejgamber. Pastaj thot wa anzalna ma'ahumul kitab, kemi zbrit me ta libra ose ligje. Wal mizan, edhe drejtësi, domthon çdo ligje i kemi pruar me drejtësi. Li yakum an-nas bil qist. Krejt këto që njerëzit me jetu me drejtësi. Sepse Allahu don me jetu me drejtësi. Edhe shumë më e lehtë është jeta me drejtsinë e Allahut, shumë më në rend. Edhe secili është më rahat, nuk ndihet varsikleti, secili ndihet më i sigurt edhe në jetën e tij, edhe në familjen e tij, pasurinë, prunën gjithë këto. E për ta Allahu po krejt këto i kemi bë, li yakum an-nas bil qist, që njerëz me jetu. Me apliku drejtësi edhe me jetu me drejtësi. Mirë. Po është interesant që drejtësin Allah i lartësuar e ka bë ligj kosmologjik, nuk e ka bë ligj shariatik. E keni parasysh to kosmologjike dhe shariatike. Kosmologjike është që Allahu nuk e ka lënë vullnet kërkujna, po e ka vendosur ashtu s'ka çfarë pa ndodh ajo. Kur lind dielli, kur përëndon dielli, kur vjen nata, kur hes dita, shiu këtu nuk ka dorë kërkosh do. Ndërsa ligjet shariatike Allahu i ka lënë vullnetin e njerëzve, sikurse e ka lënë besimin, kush do me besu, kush do me besu, e ka lënë namazin edhe çdo dispozit tjetër, edhe drejtësinë, edhe pse i ka thirr njerëzit
që me bë drejtësi, Allahu ja kalon në dorë njerëzve. Për ata domethënë, mundemi me thonë, vetëm ja emet në thojza e drejtësisë këtu është se Allahu, domethënë se kjo drejtësi duhet mu apliku prej njerëzve, pastaj njerëzit këtu në emën të Islamit munden me bë pa drejtësi të shumta. Edhe munden, sikur se që ka pas tentime të hershme, që me i vesh këtu me pet këtë Islamit, pa drejtësit e tyne, edhe pastaj me nxjerr Islamin të pa drejt para tjerëve. Një pjesë e madhe e njerëzve që janë jo musliman, nuk kanë kontakt të kthjellët me Islamin, po kanë kontakte të orientuar kështu, pa drejta. Ja thotë unë më bë musliman sikur aja, unë më bë musliman sikur çështo. Edhe kjo domthonë është një pjesë e madhe, domthonë që e merr këto është edhe lufta e jo muslimanëve ose jo dashamirëve të Islamit që me njollos Islamin edhe me ju ofru njerëzve Islam të njollosen, pastaj mos me pranu njerëzit. Për ndryshe, në momentin kur bjen në kontakt me drejtsinë islame, edhe me vlerat islame të pa njollosura prej njerëzve, o kry s'ko ka jamone, s'ko ka shkon, pos me i pranu ato, sikur se çysh ka ndodhur historikisht. E Allah ja kalon njerëzve. Drejtsinë, kur i ka thonë Ademit alayhis salam, du më të bëmë më kamës në tokë, do më thonë përgjërsia se qysh udhëheq ti me tokën, është e jotja. A vriti me zveti, a bëhej gjithë mirë, a punoni, a s'punoni, a çka hani, a çka peni, a uzurponi, a s'uzurponi, a vjedhni, a nuk vjedhni, kjo është përgjësia juja. Mirë, po unë ju kom thonë që mos vjedhni, unë ju kom thonë mos vresni, mos uzurponi, mos e merrni hakun e tjetrit, kjo është drejtësia. Për ndryshe, njeriu pastaj e implementon këtë apo nuk e implementon. Pastaj gjithashtu drejtësia islame shkon përtej kësaj bote, ose me thonë përtej materis, lidhet edhe me botën tjetër. Pse do të më konë drejt? Për shembull dikush, nëse e pyet muslimanin, pse muslimani do të më koni drejt? Sepse Allahu ka lyp prej neve drejtësi dhe na shpërblen botën tjetër. Mirë, pse do të më konë në imin komunikacion për shembull, nëse themi. Pse do të mos më shkel rregullat e komunikacionit? Sepse po i shkelet dënon polici. Dënon ligji, çka kaç? Mirë, a ka diçka më tepër s'ka. Mirë, nëse s'u mshë kërkosh, pastaj unë shkel rregullat. Pse se kam? Nuk e kam unë këtë çështje bindje. Po e kam frikë. Ishin policia që dhe kujdes mirë, ukri. Si janë policia, graj pa rregulla, pa limet. Ndërsa këtu s'ka. Na po është drejtësi, frytet e së cilës, përveç që i vjelim këtë botë, i vjelim edhe botën tjetër. Sepse imami i drejt, udhëheci i drejt, do të jetë prej të parëve që do të hyjnë në arshin e Allah, në hijen e arshit Allahut lartësuam. Pastaj në hadithe të tjera që ka ardhur se shpërblet drejtësia, pastaj njollosen pa drejtit atij çdo tradhtari, tradhtia është pa drejtësi, e kemi parasysh, çdo tradhtari jepet me flamur në ditën e gjykimit edhe shkruan atje kjo është dredhia e filan fistekut, edhe pastaj ai ec me flamur kat ec kret njerëzimi e sheh që kë e pas ka shpikni dredhi edhe një padrejtësi që pas ka dalë prej tina. Mirë. Gjithashtu drejtësia islame përkon me natyrën njerëzore, natyrën e panjollosur. Sepse dikush nëse jeton në një shoqëri të padrejtë kështu, pastaj e padrejta i bëhet normale. E padrejta i bëhet normale. Mirë, po jemi duke folur për natyrën e cila nuk është ndikuar prej faktorëve të tjerë, mirë, po është natyrshmëria e pastër, drejtësia islame ka ardhur në përputhje me to. Edhe i thua ti se Islami ta siguron jetën, ta ruan jetën, ta ruan nderin, ta ruan familjen, ta ruan pasurinë, ta ruan pronën, ta ruan integritetin, qoftë intelektual, qoftë moral, qoftë ato. Po çto po i duane? Sepse unë do me jetu i sigurt edhe mos mundi i rrezikum edhe pastaj normal që është në përputhje me natyrshmërinë njerëzore. Pastaj Allahu i lartësuar ka lyp prej neve që drejtësi me implementu gjithkohë prej muslimanit, me qenë i drejtë në vendime, me qenë i drejtë në fjalë, me qenë i drejtë në sjellje, me qenë i drejtë në familje. Sepse na jemi dëshmitar të sa problemeve familjare dhe hasmërive familjare për shkak të padrejtësive që janë bërë. Favorizimi i ndonjë fëmijët ose mos ndomja drejtë të trashëgimisë, edhe pastaj ka ndodhur problemet që sot i kemi na për shumë familje, edhe shumë familje janë të ftofura mes veti ose ndoshta janë edhe të leqitura mes veti për shkak se nuk është ndodhur drejt prona, është favorizuar njëri, tjetri është shkel, tjetri është nënçmuar për buzë kështu më radh. Ndërsa
pejgamberit alayhi salatu wasalam i Numan ibn Bashiri thot jam kon fëmijë. Kur isha fëmijë, më ka marrë baba për dorë, edhe më ka thënë, ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë, "Oj dërguar i Allahut, apo bosh dëshmitar se që ti du me lan diçka." Thotë, "Ku i ke fëmijë tjerë?" Ajo ka lënë aty në tjerë, thotë, "Jo." Thotë, "Atëherë unë nuk du më bë dëshmitar i një ndamjes të padrejtë." Ktu është për qëllim dhuratat. Domthonë se dhuratat e fëmijëve duhet me qenë të barabarta, por ndryshe trashëgimia është meselën vete. Sepse ndarja e trashëgimisë, të cilën e ka bërë Allahu i lartësuar, dikush mund të thonë, është e padrejtë. Pse është e padrejtë? Sepse vajzës nuk jepet hise sa djalit. Mirë, e sheti në kultura të ndryshme thotë vajza nuk duhet me marr pasuri, sepse ajo e merr te burri, merr te baba 2 herë, ndërsa djali e merr vetëm 1 herë. Ai tjetri thotë jo vetëm djali duhet me trashëgu, tjetri thotë jo vetëm vajza, se vajzat po rrin me prind djem po ec. Ndërsa Allahu i lartësuar e ka bërë këtë ndarje vet, sepse aty ku dhezët më tepër nefsi edhe lakmia, Allahu aty sene i ka ndavet. E përmenin djetarë, të janë 2 gjëra të cilat me rëndësi që Allah nuk ja ka lënë njerëzve me ndo, po i ka ndavet. Ajo është njëna është trashëgimia, tjetra është ndalesat në martesë. Mos ka më martu. Mos që tu e ki kofinin për pjetë, martohu me shadush mirë, po nër kofi s'ka marru. Për shembull ndalesa me nonën e me motrën më shtu. Mirë, në të kaluamën është nuk është kon shumë shumë i qartë kjo ajet tek njerëzit. Mirë, po sot kur tentohet që me bë martesa familjare, martesa me hallkën e dytë, e tretë, ato që i parashohin kushtetutat e ndryshme, e sheti që njeriu kur e kap lakmia, kur e kap nefsi, unë mos se njeh çka ka përpara. E Allah i lartësuar e ka bërë këndame. Pastaj edhe si pikë tjetër që është e ndihshme që munden njerëzit përmes saj me gjyku islamin, është poligamia. Sa njeri thotë, kjo është padrejsi. Zakonisht, gratë që thënë poligamia është padrejsi janë të pamartume. Hiç s'është e martume as me një burr, edhe dën tash kjo me e zgjidh problemin e grave të martume. Që e shet që nuk e ka problemin poligamin, ose me mbrojt ndjenjat e grave. E ka problemin me fej, po e ka gjetë që të shtek që mundet me sulmu malet dhe me sulmu me kallaj. Allahu i lartësuar e ka legjësu poligamin me kush që mos me pas padrejtësi. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Allah thot Allahu në fund të ajetit, nëse friksoni se s'muni me moj drejtësi, atëherë me një martë. Më thonë kusht i poligamisë është mos mu ndi gratë që i bëhet padrejtësi njënës ose tjetrës. Por ndryshe ka tendenca për padrejtësi, ose nuk ka siguri personi që mundet me moj drejtësi, u kry thuhet fa wahid. Te domethënë me një dhe me një mundesh më kanë i padrejt. E pika tjera të cilat mundet më u gjyku islami ose musulmu islami përmes tyne, mirë po nuk ka polemik që ngrihet rreth islamit, vetëm se ka përgjigje. Thot Imam Bejheqiu është i vjetër, unë ka viti 400 ka vdek, e ka koleksionin e vet Suneni Bejheqiut, të haditheve. Thot Bejheqiu, nuk ka dilem edhe dyshime që ngrihen rreth islamit, vetëm se mi sillni mund t'i çmontaj krejt. Edhe i kish montu, sikur se çmontojnë edhe sot, mirë po mikrofoni po i lihet në dorë më shumë atij që flet kundër islamit, edhe zmadhus prej ka më të mëdhej, edhe po duket që për me njerëzit janë të e kundërshtu, për ndryshe dispozitat e islamit, rregullat e fesë, të cilat janë të ndërtuar mbi drejtësi, përkojnë me natyrën njerëzore, të pa përbaltosur, të pa njollosur me ideologji edhe me orientime të ndryshme, edhe për ata njerëzit të cilët janë hyrë në islam mos e ndal. E dini, prej debatit që e ka pasë Ebu Sufjani me Herakliun, mretin e romakëve, kur e ka pyet se çfarë ndodh me pejgamberin e ju, edhe prej pyetjeve i thot, ata që e pranojnë islamin, a ndodh dikush prej tyne më u kthy prap fenë? Thot ja, me vrojë vron, po më u kthy s'kthehet. Thot kështu janë pejgamberët. Edhe kështu është besimi i vërtet që kur futet në zemër, edhe kur mishërohet njeri me ta, mosun e nxjerr prej trupit. Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet për vëmendjen. Inshallah kemi dëgjuar diçka, kjo temë është shumë më e gjanë, edhe ka edhe gjëra tjera të shumë që mund të thuhen rreth kësaj, mirë po tek e fundit le llogaritet se një gotë me ujë në një det që pastaj
munden me marrë edhe tjera, edhe ka sa dush, për me marrë edhe nuk hargjohet ujë. Allah ju shpërblet sot njerë. Coming with you.